Mjekët japin urdhër, hiqni dorë menjëherë nga këto ushqime, po ju dëmtojnë kockat. Mënyra e gabuar e qëndrimit, lodhja fizike dhe genet janë disa nga faktorët që rrisin mundësinë që të vuani nga dhimbjet e kockave. Por jo më pak i rëndësishëm mbetet regjimi ushqimor. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim ushqimet të cilat duhet t'i evitoni ose t'i reduktoni, sidomos nëse keni dhimbje të kockave. Në krye të listës qëndrojnë edhe pijet e sheqerosura dhe ato të gazuara. Në qoftë se ankoheni vazhdimisht nga dhimbjet e kockave, duhet të shmangni sa më shumë pijet e mësipërme dhe ato të gazuara. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Këto pije kanë një përmbajtje të lartë të sheqerit të dëmshëm dhe acidit fosforik, që përkeqësojnë gjithmonë më shumë gjendjen tuaj shëndetësore. Nëse jeni një person që jeni prirur ndaj dhimbjeve të kockave, tregohuni të kujdesshëm me pijet e sheqerosura dhe ato të gazuara, pasi mund të ndikojnë negativisht në strukturën e kockave duke shkaktuar më shumë edhe dhimbje. Mishi i kuq mund të ndikojë negativisht në shëndetin e nyjeve nëse e konsumoni çdo ditë dhe në sasi të madhe. Dietologët dhe ekspertët e shëndetit shprehen gjithmonë skeptik për sa i përket konsumit të mishit të kuq, edhe pse mishi përmban shumë hekur që ndihmon në prodhimin e hemoglobinës, në qoftë se ju abuzoni me konsumin e tij, mund të rrisë riskun për të pasur artrit reumatoid dhe patologji të tjera që sjellin dhimbje të kyçeve. Në vend të mishit të kuq, hani mish pule, peshk ose mishin e gjelit të detit, ose mund ta konsumoni atë sa më natyral dhe brenda sasive të reduktuara, sidomos mishi të viçit pa djam, si një alternativë ndaj teprimit të mishit, të paktën 2 herë në javë është më se mjaftueshme, citojnë ekspertët. Patatet gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në strukturën e nyjeve tuaja. Patatet përmbajnë sasi të larta të potasit që i nevojitet organizmit, po pavarësisht kësaj, personat që vuajnë nga artriti ose dhimbjet reumatizmale duhet të shmangin konsumin e patateve pasi përmbajnë një lloj toksine të quajtur solanin, që përshkallëzon këto dhimbje, citon Healthline. Frutat e thata, të cilat janë të kriposura, mund të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj të nyjeve. Në vend të tyre i konsumoni të pa shoqëruara me përmbajtje të kripës ose me përbërës të tjerë. Është e rëndësishme që arrën ta keni pjesë të dietës suaj ose lajthit dhe bajamet, por nuk duhet t'i keni të kriposura ose edhe të sheqerosura, pasi mund të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj të nyjeve dhe të shkaktojnë edhe më shumë dhimbje. 2 lëndë ushqyese janë të rëndësishme për forcimin e kockave: kalcium dhe vitaminë D. Kalciumi forcon strukturën e kockave dhe të dhëmbëve, ndërsa vitamina D përmirëson absorbimin e kalciumit dhe rritjen e kockave. Këto lëndë ushqyese janë të rëndësishme për fazat e para të jetës, por mund t'ju ndihmojnë edhe ndërsa plakeni. Nëse prekeni nga osteoporoza, një sëmundje që karakterizohet nga kocka të brishta dhe të thyera, marrja e mjaftueshme e kalciumit dhe vitaminës D mund të ndihmojnë në ngadalësimin e zhvillimit të sëmundjes dhe parandalimin e frakturave. Persona nën 50 vjeç duhet të marrin 1000 mg kalcium dhe 200 njësi vitaminë D në ditë, ndërsa ata mbi 50 vjeç duhet të marrin 1200 ml kalcium dhe 400 deri në 600 njësi vitaminë D. Këto lëndë ushqyese mund të merren edhe përmes këtyre ushqimeve të renditura sipas Healthline. Kosi. Shumë njerëz e marrin vitaminën D nga ekspozimi në diell, megjithatë edhe disa ushqime të caktuara si kosi janë të pasura me këtë vitaminë. Një filxhan me kos mund të ofrojë 20% të marrjes ditore të vitaminës D dhe 30% të kalciumit. Është e rëndësishme që kosin ta konsumoni sa më natyral dhe pa përmbajtje të larta të yndyrës. Qumshti gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në dietën tuaj. Ka një arsye sepse personat që konsumojnë qumësht që fëmijë kanë edhe një strukturë kryesore më të mirë të nyjeve. Kjo lëndë ushqyese është e rëndësishme për rritjen dhe forcimin e kockave, që në vegjëli. Djathi. Një tjetër produkt i qumshtit është gjithashtu i pasur me kalcium.
Vetëm 40 gram djath të bardhë përmban më shumë se 30% të sasive të rekomanduar çdo ditë për kalcium. Është e rëndësishme të mos tepërohet me konsumin e tyre, por e 40 gram djath në ditë është më e mjaftueshme për të marrë përfitimet për organizmin. Sardelet. Këto peshq të vegjël kanë nivele të larta të vitaminës D, ashtu dhe të kalciumit. Konsumi i sardeleve të paktën një herë ose 2 herë në javë mund të ofrojë këto lëndë ushqyese të rëndësishme. Veza. Edhe pse vezët përmbajnë 6% të sasive të rekomanduara ditore për vitaminën D, janë në të mënyrave të lehta edhe për të marrë elementet ushqyes për kockat, siç është kjo vitaminë shumë e rëndësishme për shëndetin e nyjeve. Salmoni. Salmoni njihet për përmbajtjen e lartë të acideve yndyrore omega-3, lëndë ushqyese shumë të rëndësishme për zemrën. Megjithatë, 3 racione me salmon përmbajnë më shumë se 100% të sasive të vitaminës D të rekomanduara çdo ditë. Prandaj, konsumoni sa më shumë salmon për zemrën dhe për kockat. Spinaqi. Nëse nuk ju pëlqen bulmeti, spinaqi mund të jetë një zgjedhje e mirë për të marrë kalciumin. Një kup me spinaq të gatuar përmban pothuajse 25% të sasive të kalciumit të rekomanduar çdo ditë, plus fiber, hekur dhe vitaminën A. Peshku tuna. Tuna, një tjetër peshk i yndyrshëm, është gjithashtu një burim i mirë i vitaminës D. 85 gram peshk tuna përmban 154 njësi ose rreth 39% të dozës rekomanduar çdo ditë të vitaminës D, citon Healthline. Produktet e qumshtit. Produktet e qumshtit janë të pasura me kalcium i cili kontribon në strukturën e kockave. Qumshti me pak yndyr dhe kosi janë burime të shkëlqyera të kalciumit. Mjekët deklarojnë se ushqime të tilla janë të pasura me vitamina të tretshme në yndyr, përkatësisht vitaminën A dhe D. Frutat arror. Frutat arror përmbajnë më pak kalcium, por ofrojnë 2 lëndë ushqyese të tjera thelbësore për shëndetin e kockave, përfshirë magnezin dhe fosforin. Magnezi ju ndihmon të thithni dhe të mbani kalciumin në kockat tuaja. Fosfori është një komponent kyç i kockave, sepse afërsisht 85% e fosforit në organizëm mund të gjendet në kockat dhe në dhëm. Farat kanë vlera ushqyese të ngjashme me arrat. Farat ju sugjerojnë kalcium, magnez dhe fosfor, si dhe përmbajnë fibra dhe acide yndyrore omega-3, të cilat përmbajnë acidet yndyrore të pangopura që mund të zvogëlojnë kolesterolin, inflamacionin dhe të ruajnë forcimin e qetë të trurit dhe sistemin nervor. Perimet me gjethe jeshile në dietën tuaj mund të jenë aleate të mira për shëndetin. Perimet me gjethe të jeshile ofrojnë disa lëndë ushqyese që mbështesin shëndetin e kockave, të tilla si vitamina K dhe kalciumi. Mjekët thonë se vitamina K funksionon së bashku me kalcium dhe mungesa e saj shoqërohet me osteoporozë dhe fraktura. Perimet me gjethe jeshile përfshin rukolën, spinaqin, lakrat dhe brokolin. Bizelet gjithashtu mund të jenë në anën tuaj pozitive për shëndetin e nyjeve. Të gjitha llojet e bizeleve ofrojnë edhe një dozë bujare të lëndëve ushqyese në ndërtimin e kockave si magnez, kalcium dhe fosfor. Përveç kësaj, fasulet janë zakonisht të larta në fibra dhe proteina, të cilat mund të jenë veçanërisht të dobishme për ata që ndjekin një dietë me bazë bimore. Peshku është një ushqim shumë i shëndetshëm për nyjet tuaja. Peshqit, veçanërisht speciet yndyrore si salmoni dhe toni, kanë sasi të konsiderueshme të vitaminës D, e cila është thelbësore për shëndetin e kockave. Vitamina D është e tretshme në yndyr dhe luan një rol kyç për rritjen e kockave. Ndaj struktura e tyre ushqyese mund të luajë një rol pozitiv edhe për mbrojtjen e nyjeve dhe parandalimin e problemeve të tyre. Është e rëndësishme që dieta juaj të jetë individuale, të konsultoheni me mjekun për të përzgjedhur çdo ushqim të duhurin për ju. Është e rëndësishme gjithashtu që të bëni dietën individuale dhe të merrni edhe konsultën me mjekun për të parandaluar problemet e tyre. Barishtet e egra dhe kaleja janë disa nga barishtet më të shëndetshme për organizmin e njeriut. Ato janë shumë të pasura me kalcium dhe një racion me barishtet e egra ofron 266 mg ose çerekun e sasive të nevojshme ditore të kalciumit. Kërpullat. Kërpullat prodhojnë natyrshëm vitaminën D gjatë ekspozimit në rrezet ultraviolet. Ato mund të hahen rregullisht për shëndetin e mirë, por gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti për të marrë lëndët e duhura ushqyese në çdo rast të veçantë që mund të keni. Vëmendje.
Ju bëjmë me dije se informacionet kryesore në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.